Shërbimi të këtë konstaton se në sallë jemi 111 deputet, prandaj mund të vazhdojmë të kemi vetur të pika 3 zgjedhja e kryetarit të vendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11 dhe 13 maj 2025, subjekte politike, PDP, LDP, lista sërbe dhe aksionisma nuk është procedura dalë për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të vendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati kvorum për vendomarrje, andaj ftoj PDP-n të propozoj një kandidat kryetar të komisionit. Ftoj PDP-n propozoj një kandidat kryetar të komisionit. Ftoj listën sërbe të propozoj një kandidat kryetar të komisionit. Ftoj AKN Nisma të propozoj një kandidat kryetar të komisionit. Lusë deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të vendit. Kush është për? Kush është kundër? Konstatojmë që folën po. Kush abstenon? 55 deputet kanë votuar për, 1 ka qenë kundër, abstenime nuk ka, shihemi më 17, në 30. Atëherë më lejoni që në emën të grupit tonë parlamentar të shprehim keqardhje që edhe sot pas përpjekjes së radhës nuk kemi rezultat në zhbllokimin e gjendjes. Ajo që mund të themi ne është që ne si grup parlamentar, koalicion vendosi Guxo dhe Alternativa, në vazhdimsi jemi duke bërë përpjekje për zhbllokimin e kësaj gjendje ose kësaj situate dhe rrjedhimisht jemi duke kryer detyrimet tona ligjore dhe kushtetuese duke marrë pjesë në seancë, po jo vetëm duke marrë pjesë në seancë, por edhe duke marrë pjesë në proces të votimit, ashtu siç është e përcaktuar me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Nikosisht është shumë e rëndësishme, vetëm ta përfundoj, nikosisht është shumë e rëndësishme të potencohet që me qenë se ka sot një përfolje të vazhdueshme rreth emrit, ne ende nuk kemi ardhur deri tek propozimi i emrit. Ajo që na duhet prej një numrit konsiderueshëm të seancave, përpjekja jonë është e vazhdueshme është që ne ta kemi një proces të votimit të fshet në të cilën nikosisht edhe kjo si temë është e përcaktuar në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për shkak se ato thuhet që votimi mund të jetë i hapur, por mund të jetë edhe i fshet. Ne kemi vlerësuar që vullneti i një mend dhe ndërgjegja që mund të thirrët secili deputet edhe individualisht mundet me kontribu në proces të zhbllokimit të situatës edhe konstituimit kuvendit dhe futjes në afate ligjore dhe kushtetuese për mandatarin e qeverisë. Tash nuk e di sa jenë ndjekse zhvillimeve, po nuk po ma krijon atë përshtypje për shkak se ne kemi bërë gjitha përpjekjet. E para, pikat e rënit ditës që janë përcaktuar në mbledhjen e të cilën ti po ju referuesh nga kryetari paraprak i kuvendit zoti Glau Konjufca, mes tjerash e ka edhe përveç verifikimit të mandateve zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Do thotë ajo është si pikë e rënit ditës, përveç se ka ndryshuar modaliteti prej një votimi të hapur në votim të fshet. Që kjo është e njëjta pikë e rënit ditës. Ndërsa sa përket çështjes së përpjekjeve, momenti kur kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ftuar partitë politike opozitare për të marrë pjesë në një diskutim, këtë rast, ftesa ka qenë për Partinë Demokratike të Kosovës që e ka pranuar ftesën dhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës që e ka refuzuar ftesën, edhe ka deklaruar që institucioneve dhe Kosovës i duhet një marrëveshje politike. Ky takim ka pas për synim arritjen e një marrëveshje për dakordimin për konstituimin e kuvendit edhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit nga shumica shqiptare. Ky takim do thot dihet epilogu, ka marrë pjesë kryetari i PDK-s, jo i LDP-s.
Me qenë se LDK-ja kanë qenë kategorik se vendit I duhet një marrëveshje politike për me dalë prej kësaj situate, atëherë kryeministin detyrë, kryetari I lëvizjes vetëvendosje, edhe bartësi I koalicionit vetëvendosje Guxo dhe Alternativa, I ka dërgu një ofertë lidhjes demokratike të Kosovës për bashkëpunim edhe bashkëqeverisje. Nëse këto dy veprime, edhe ftesa për dal nga gjendja për të me zgjedh kryetarin e kuvendit edhe nënkryetar, edhe ftesa për koalicion që është drejtu LDK-s, ti konsideroni që nuk janë veprime të ndërmarra, atëherë nuk di se ku me gjetë fjallor për me të binë ty dhe ata bashkë me dimtarë, sikur ju që një kemi ndërmarë asni veprim. Urani? Si që pot, kjo është epizodi 16 I një seriali do të quja turpshëm të pengmarrjes institucionale të cilën për realizon lëvizja vetëvendosje me blokimin që po ja bën jo vetëm konstituimit kuvendit Republikës Kosovës, por edhe krijimit të institucioneve sipas verdiktit të qytetarëve në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Fiks një muaj më parë, ne jemi mbledhur këtu për herën e parë, të gatshëm për ta konstituuar kuvendin e Kosovës dhe jemi një muaj më vonë, e shumë muaj pas zgjedhjeve dhe jemi në blokadën të cilën partia që ka dalë para po vazhdon ta mbajë. Vërtet kjo është e tepër tashmë. Unë edhe një herë I bëj thirrje lëvizjes vetëvendosje dhe kryetarit saj deputetit Kurthi që ta ndroj kandidatën e cila herë I merr 55, herë I merr 56, e herë 53, 57 vota, sepse nuk I ka marrë, nuk I merr as nuk do t'i marrë 61. Është e pakuptueshme se si mund të jetë kushdo kandidat më I rëndësishëm se gati 1 milion qytetarë që kanë votuar në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Kjo është e pashembull, s'ka ndodhur asnjëherë dhe unë vërtet uroj që të mos ndodhë kur e të zhbllokuemi nga kjo situatë sa më shpejt. E dini që sot kemi një takim me Presidentin e Republikës Kosovës, është I mirëpritur nga ana jonë sepse siç e dini e kemi propozuar qysh javën e kaluar në emër të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Unë aty do të shkoj edhe me vullnetin, edhe me shpresën për të dhënë kontribut për dalë prej kësaj situate, por normalisht do të marrët edhe nga pjesëmarrja e kryetarëve të tjerë edhe nga qëndrimet që do t'i shfaqim aty. Por na. Fillimisht konsideroj që është lajm I mirë që partitë politike po ulën të gjitha së bashku, të ftuara nga presidenti Osmani edhe pse iniciativa për me ul bashk dhe me bisedu rreth daljes nga kjo krizë politike ku vendin e ka futur lëvizja vetëvendosje ka qenë propozimi yni, ndërkohë që po e presim takimin për të pasë se çfarë do të rezulton. Po, është vërtet Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari aty do të shkojë dhe edhe një herë dhe do shpalos idenë, ndoshta me detaje të tjera, me shansën edhe për ta argumentuar sepse ne konsiderojmë që për momentin kjo është zgjidhja ndoshta më e mirë e mundshme për situatën në të cilën gjendemi. Jo, absolutisht po mendoj mundet me argumentu sepse ne po e konsiderojmë nuk është, nëse partitë politike mandej janë në përkrahje, besoj që takimet në vazhdim, nëse e përkrahin idenë, janë për detaje tjera, për afatin, për listën e prioriteteve dhe absolutisht nuk bëhet fjalë për ndarjet e pozitave, sepse konsideroj që kjo në fundit edhe do të ishte shumë e lehtë, sepse një qeveri gjithë përfshirëse, ndoshta ndarja e funksioneve dhe përgjegjësive do të mund të bëhej komplet në bazë të përqindjes së rezultatit të votave. Nuk kemi vendosur kushte, nuk kemi kërkuar dikastere, as nuk e kemi diskutuar brenda për detajet e tilla, po na e kemi elaboruar sepse kjo është do me thamë pse propozimi ynë është zgjidhja më e mirë e mundshme për situatën ku gjendemi. Sikurse e dini, seanca nuk dha rezultat as sot. Ende jemi në pritje ndonjë zgjidhje për me dalë nga kjo gjendje. Ka pas lajme se mundet mu propozu një kandidaturë tjetër sot. Nuk ju thash ma herët se një herë kam paralajmëruar s'doli ashtu. Do të ishte shumë e rëndësishme mu gjetë një kandidaturë unifikuese për kryetar të kuvendit. Edhe sikurse kemi deklaruar jemi të gatshëm
pra të marrin pjesë votim edhe të votojnë për një kandidaturë unifikuese. Mes dy propozimeve që keni dhënë? Po, Apo edhe ose dikush tjetër? tani ekziston një qëndrim i opozitës që antarët e kabinetit qeverisës Kurti mos me qenë kandidat për kryetar kuvendi, pra ekzekutivi, po ka shumë të tillë që i kishim dhënë votën. Çfarë pritni nga takimi i sotëm me presidentën? Mirë se po ndodh një komunikim i tillë i parë, tash lidhur me gjendjen e krijuar, edhe kuptohet ne do t'i japim ato ide si muj medal nga kjo gjendje. Ju e dini që angazhohem për qeverinë e opozitës, pra të shumicës dalur nga zgjedhjet e fundit. Nëse gjendet një zgjidhje një qeverie kalimtare, ashtu sikurse edhe ekziston një propozim, edhe atë e shërtojmë. Pra nuk jemi që të mbetet gjendja e bllokuar në pafund, sikurse jemi tani. Në ndërkohë, sikurse dini, ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese dhe këtë së bashku me partitë opozitare, PDK, LDK, edhe kemi kërkuar vlerësimin e kushtetutshmërisë së procesit të deritashëm në kuvend. Pra, përfshi edhe votimin e fshehtë ose vendimet që kanë pasu. Ekziston, besoj, një bazë mirë që gjykata kushtetuese jo vetëm të zgjidhë ngërçin tash, por edhe të krijon një normë ose të nxjerrë një normë që do të ishte zgjidhje e përhershme, pra që të mos arrijmë në situata çfarë jemi tash. Ndëgjoj shumë debatin se kush po bllokon, edhe po bëhet përpjekje e madhe me shpallë fajtori, lutem, ai që e kandidon një kandidat, ai është përgjegjës për me gjetë votat. Edhe votat nuk merren me zor, me diktat, po merren me bashkëpunim, me kujdes, me një kandidaturë unifikuese. Edhe ende pra edhe sot, sikurse na u kish propozuar një kandidaturë unifikuese, ne kishim dhënë votën sot. Në rast se takimi mbahet të gjitha partitë bashkë, pa përfshirë edhe zoti Albin Kurtin, a do të ulni në një tavolinë bashkë me to, sepse ditë më parë patë deklaruar që nuk do të ulni në një tavolinë ku gjendet edhe Albin Kurti? Jo kom përgjigj ftesës së presidentes, takimi është me presidentën në këtë rast. Unë nuk e vendosi kush mund me qenë tavolinë, pra nuk kam në një vrejtje këndo që ka ftuar presidentja. Kuptohet, qëndrimet e dini, pozicionimin tim e dini nuk ndryshon. Lutem.